mirë të qytetarëve administrohen tani nga narkopolicia për survejimin e rreth të qytetarëve. Tjetër, ju lutem, kemi paraqitur këtu disa cili është modeli i Smart City Classic. Menaxhon trafikun, transportin publik, ndryshimin inteligjent, parking dhe mjedise, shërbime bashkiake, menaxhohet nga bashkitë dhe institucionet urbane, larg duart policia. Fokusi ose objektivi, komoditet për qytetarë, sa më mirë të shërbehet qytetarëve. Projekti i narkoshtetit shqiptar, 20 qytete dhe pikat kufitare. Gjolga, ka vu dhe pikat kufitare këto. Në administrimin e narkopolicisë shtetit, do të thotë karteleve të drogës, platform AI, plus qendër e avancuar kontrolli, kamera, radar, ANPR dhe rrjet fiber optike, monitorim dhe kontrol territori, asnjë nga funksionet e Smart City në bashki, asnjë, të gjitha policeske, mirëmbajtje operative, monitorim. Pra, nuk fokusohet vetëm shërbime urbane, por siguri, kontrol, monitorim i centralizuar. Ja. Survejimi masiv, operator kryesor policia, qendër e komanduar natyrisht nga policia, urtësia e survejancë me vëzhgim me urtësi artificiale dhe analiza në kohë reale, lehtësim targash dhe gjurmim të lëvizjeve. Imagjinoni, potencial për dhëna biometrike, veçanërisht fytyra, ruajtje dhe analizë dhënave, shkatrimi privatësisë dhe lirive të civile, pra mbikëqyrje, siguri dhe kontrol, modeli centralizuar, polici, komand, qendër, shtet policesk, narkoshtet.